Mos abuzoni me termin aprovim. Vetëm mos abuzoni me termin... Ky dokument është propozim dhe në bazë të një propozimi nuk mund të ndërmeren vendimet për ndërprerje të punimeve. Këto rrethana, ne po flasim për një dokument i cili është në përgatitje sipër, apo jo? Përfundim. Në përfundim e sipër, dhe i cili nuk është i aprovuar, apo jo? A është i aprovuar? Më falni, të lutem. Kuptoni, më falni, mos abuzoni me termin aprovim. Të lutem. Vetëm mos abuzoni me termin... Pyetja... Të flasim lidhur me këto dokumente që rregullon zhvillimin hapësinor. Të flasim me dokumente. Ne kemi një plan zhvillimor të aprovuar. I cili jon kundërshtim me ligjin e trashëgimisë futurore dhe ligjin e planifikimit hapësinor. Ta përfundon Sokoli? Mirë po, Sokol. Kërkova... Politika e konservimit dhe zhvillimit është një dokument jo statik. Ta përfundon, mandej e ke fjallën. Kërkova informacion. A duhet aprovohet edhe prej komunës, jo e një pale aprovimit. Natyrisht. është në finalizim e sipër, si pas agendes. Kjo është ka po tash të lutem dhe gjë. E kemi një dokument, i cili është dokument fenomenal, në shumë fusha, dhe i cili ende nuk është i aprovuar. Është për studimin e fizibilitetit të punu me ju e në habiton. Aprovuar. Pra, jemi në një situatë ku në bazë të këtij dokumenti, i cili ende nuk është i aprovuar, ende nuk është i finalizuar, ende është draft. Pra jemi të vizatu diçka, po ende nuk kemi pajtu gjitha palët, edhe ministria nuk është pajtu që këto janë kufit e zonave. Kjo është kufiri qendrës historike dhe kjo është kufiri zonave. Që tu flen lepur i mirë që dole që tu, po du me nda me publik hartën për cilën po flet Sokoli, derisa po flet, ta shojmë hartën e zonës. Këtë hartë i KMM-ja ka thonë që është hartë preliminare e zonës së mbrojtër. Pra, ky dokument është propozim dhe në bazë të një propozimi nuk mund të ndërmeren vendimet për ndërprerje të punimeve. Mund të ndërmeren pas aprovimit. Por jo para aprovimit. Është hartë preliminare e aprovimit. Më falë, ekzistoni duhet unë të ndërhy. Më falë jeta. Mos të keq interpretojmë. Zoti Havolli nuk është ekspert i trashëgimisë kulturore, as nuk është ekspert i planifikimit urban. Veç pak ta përfundon, Xhelone. Veç pak ta përfundon, mandej e merr fjalën. Ky dokument nuk i definon kufit. A shkojë në Xhelone, vetëm pak. Ta përfundon fjalin Sokoli, ta përfundon ti e merr fjalën. Procedurë tjetër. Na të jam me fol, ta përfundon fjalin, ta jap fjalën, vetëm pak. Pra, e kemi këtë hartën që e prezentu t'ju para qytetarëve, i cili është dokument i pa aprovuar, është propozim. Dhe në bazë të një dokumenti të pa aprovuar, në bazë të një propozimi, institucionet përkatëse marrin vendim. Kjo hartë, pas 5 viteve, pas 7 viteve, mund të ketë nevojë të zgjerohet, ose të ndryshohet. O, Sokol, veç i kemi një listë të objekteve të monumenteve kulturore të mbrojtura. Nuk është veç kjo hartë. Tash po dalte pjesa. Është e aprovuar. Tash po dalte pjesa. Edhe që aty është vendi ku Ministria Inspektorati juve ju ka kap, jo për këtë hartë, po ju ka kap të monumentet e RTK-s, të Grandi, që të ka thonë që jënë të mbrojtë. Gabim e ke këtu, sepse ne kemi qëndru 50 metra si pas kërkesës së legislacionit në fuqi, larg objektit të radio-televizionit të Prishtinës. Edhe të ka thonë aty ku je 50 metra larg, po na. Nuk është e vërtet, sepse e ka ndarë rrugën me gjysmë. E ka ndarë rrugën në gjysmë. Na, rrethojat e sheshit, i kemi pas 50 metra larg radio-televizionit të Prishtinës. Dhe e dënshiriti si është vendos në mes të shtyllave ndriçuese. Është kjo fakt. Edhe ato janë edhe 200, edhe 300 metra larg radio-televizionit të Prishtinës. Pra, nëse konstatimi i parë që kjo hartë ende nuk është e aprovuar, është propozim, mund të jetë propozimi më i mirë, nuk po e kontestoj. Por në bazë të një dokumenti i cili nuk është i aprovuar, nuk mund të ndërhyhet. Gjykata ka vendosur. Gjykata ka vendosur kundër jush. E ka vendosur duke thonë që s'ka drejt komuna mu anku, por nuk e ka trajtu këtë elementin që po thëmë çështjen themelore, pra për cilën ne jemi anku, nuk e ka trajtu fare. Po tash, pjesa e dytë, saj përket komunës, obligimet e komunës janë, dhe deri tash këtu bë diskutime thuti që Ministria çdo obligim të vetin e ka kryer në mënyrë të perfekte, por nuk është e tillë, sepse e para e punës, një aset, një
objekt në mbrojtje kështu me radhë, kërkohet në bazë të legjislacionit që mos të publikohet si listë, por të publikohet vendimi për përfshirje në listë të përkohshme, pastaj përmes Këshillit Kombëtar në listën e përhershme dhe të regjistrohet në katastër. Komuna planifikimet i bën prej regjistrit katastral. Pra, ne hymë në katastrin e Kosovës, sepse ligji e thot ashtu, ligji edhe i trashëgimisë kulturore thot. Edhe ata janë mrapa me këtë proces. E kam pranuar që janë mrapa me këtë proces. Është shumë e rëndësishme kjo. Nuk mundet me thonë, ja mrapa po ti nali punimet, sepse na kemi mul me këshyr katastrin. Nuk kemi me shku me këshyr në arkivat e ministrisë që mbajnë atje në dollapat e tyne. Na kemi me bë planin, është publike lista e trashëgimisë. Po nuk është vendimi, sepse vendimi duhet me pas. Po menon vendimi, është lista e objekteve të mbrojtura. Me vult ministrisë. Lista është element teknik. Vendimi e jep bazën vendim për aprovimin e listës, po supozojmë për asetet në mbrojtje të përkohshme, ku edhe i referohet bazës ligjore. Është vendim që çdo vit po ripërtrihet e njëjta, objektet e mbrojtura. Problemi është kështu. Çdo vendim duhet ta ketë bazën ligjore, në bazë të cilës është nxjerrë ai vendim. Po ju s'keni kontestuar çat listë të mbrojtjes. Po jo, nuk është kontestuar, vërtet është, edhe nuk po dojna me kontestuar. Po ajo listë nuk e ka pjesën e zonës mbrojtëse. Nuk e ka pjesën e zonës mbrojtëse. Në falë se u stërzgjat, se po keq informohet opinioni. Jo, falë. Vetëm pak Sokoli ka edhe një minutë të ta e fjallën. Po ti haboli. Du me kry fjallën tem, jo. Sa i tavoline, sepse është me shumë gabime të u folë. Tash e ke fjallën, veç përfundoj pjesën tonë, Ti nuk ki nevoj mu më më dhonë mësim, sqaroje për publikun, kështu që